Nga ana tjetër pra janë marrë masa për të përforcuar hyrje daljet e kryeministrisë, sikundër është vendosur, është një përforcues edhe tek instalacioni i cili është në hyrje të kryeministrisë, ndërkohë nga ana tjetër kangjellat janë vendosur gjithashtu nga policia e shtetit, pra në një lloj perimetri për të garantuar sigurinë e institucionit. Pak në këto janë dhënat e fundit, ndërkohë nga ana tjetër ju shikoni edhe podiumin i cili po krijohet si në formatin që kemi parë tek protestat tek Bashkia e Tiranës, dhe do të jemi këtu për të ndjekur moment pas momenti gjithë zhvillimet që do të ofrojë kjo protestë. Osman, përpara se të shkëputemi, se besoj do të kemi të tjera lidhje të drejtë për drejta, sa është parashikuar që do të zgjas kjo protestë? Pra nis në orën 18 dhe përfundon kur, apo është pa afat? Të paktën rreth 2 orë nga burimet tona kemi marrë një kohë zgjatje prej rreth 2 orësh të kësaj proteste, pra ku pritet të fliten jo vetëm funksionar, por edhe qytetar. Do duhet të theksoj faktin se kjo nuk është një protestë kombëtare, pra Partia Demokratike dhe degët e saj nuk janë mobilizuar për të sjellë këtu masivitet personash, protestuesish, demokratësh, por kërkojnë një numër të caktuar për të mos lënë sheshin bosh, pasi protestën kombëtare ata janë duke e përgatitur dhe do të jetë një datë e më vonshme se kur do të vihet në bulevardin Dëshmorët e Kombit për të treguar një lloj force të opozitarëve. Të paktën kështu është deklaruar në mbledhjet me dyert të mbyllura të deputetëve të Partisë Demokratike. Dakor, faleminderit Osman për këtë lidhje të parë të drejtë për drejtë dhe për